Reagimet e shumta pas deklaratës së kryeministrit Kristian Mickoski se është i zhgënjyer që në festën e ditës së flamurit në Struk nuk ishte vendosur flamuri shtetëror. Ti Mickoski duhet t'i thuash kështu, ama po t'jetë sakt. Zoti Mickoski në Maqedoninë e Veriut jetojnë 60% shqiptarë. Edhe kanë të drejtë flamurin të gjitha të drejtat si që i kanë populli Maqedon. Për ndryshe, duhet ta dija se tërë buxhetin e Maqedonisë e mushin gurbeqarët. Ato s'ka kush t'ja thot ati. Unë këtë e shoh. Për tjetër komente nuk ka. Dakor, do të kishte qenë nëse do të bërste përdorimi i simboleve flamujve për i të dy etnive, do të thonë flamuri i shtetit Maqedonisë Veriut edhe flamuri kombëtar shqiptar si flamur në për festa shtetërore, por jo në një festë të tillë kombëtare, e cila është festë ekskluzive vetëm e shqiptarëve kudo në botë, jo vetëm në Maqedoni, kudo në botë. Kështu që mendoj që ajo deklarat nuk është e drejtë dhe duhet kërkuar falje normalisht. Ti s'mendoj se kanë nedrëzhi reakcijet në premierët? As pak, për mendimin as pak. Domethënë, ajo është një festë nacionale ku secili shpreh ka ndjenjat e veta kombëtare. Por në për festa zyrtare normalisht duhet të përdoren flamujt e të dy etnive sipas ligjit që është në fuqi. Možda mu je greška, zato što na nekoliko mjesta imaš. Ndoshta është gabimi i tij, sepse në disa vende kishte. Gabimi i tij është. Në disa vende kishte edhe flamur shtetëror dhe shqiptar. Këtu pranë Drinit ishte gjithçka me flamuj shqiptar nga të dyja anët. Kishte flamuj shtetëror pranë komunës. Unë jam 74 vjeç. Dikur uleshim në një tavolim rom, shqiptar, maqedonas, turq, vlleh, të gjithë bashk. Tani shoh që nuk është më e njëjta. Nuk mund tani shqiptarët të thonë se janë maqedonas ose maqedonasit të thonë se janë shqiptar. Të drejtën e flamurit do ta ketë secili. Ky është ligji. Kjo është demokracia, nuk ka as lojra e as intriga. Mickoski tha se kryetari i komunës kishte mundësi të shquhej si kryetar mbipartiak, kryetar i të gjithë qytetarëve, por nuk e bëri këtë.